nëse je përtac në kryer të ibadeteve... Pra njëra është pasojë e tjetrës. Patjetër. Do t'jesh sepse mëkatit çon në përtesë për të bërë sevapin. Kështu që shikimi në haram nuk të let të jesh i sinqert, do thotë të jesh adhurues me Zotin, kur ti e di se pak minuta më herët ishe një mëkatar, nuk ndërgjegja jote e pasur të bren nga kjo. Si të veproj? Të falem e të mos punoj me çështjen e shikimit në haram, apo t'i lë haramet e që pastaj të falem, kjo mënyrë rotative do të shihet. Të dyja të ndihmojnë njëra tjetrën. E unë do të kisha thënë, pra, motivoje veten me dyjat. Derisa din këtë, mosha 16 vjeçare nuk të amniston tashmë. Para ligjit je akoma i ri, je fëmijë, por para ligjit të Zotit je në moshë madhore dhe nuk duhet të jepësh pas epsheve, sidomos për gjërat që të prishin karakterin tënd, dignitetin tënd, sepse nuk është problemi ti pse shikon haram, por ti kur je nxënës në shkolle, atë që e shikon do të thotë ke pastaj edhe anime për të, ke edhe pastaj edhe mëkate, domethënë të asaj natyre me njerëz që ke në klasë. Pra, nëse je mashkull, pra mund të jenë shoqet e tua të klasës, ndoshta ose të shkollës të klasëve tjera, ato që ti pa dashje, me ndërdijen tënde, mund t'i ngasmosh për shkak të asaj që ti mediton rreth kësaj dhe asaj. Kështu që harami në fakt të shpije në haramet e tjera, që rruga e tyre nuk ka të ndalur, ne duhet t'i kërkojmë ndihmë Allahut, wasta'inu bis sabri was salah. Kërkoni ndihmë te Allahu me durim dhe me namaz. Namazi të ndihmon. Wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in. Namazi është jo krejtësisht i lehtë, por njerëzit e devotshëm e bëjnë lehtë.